safe city, me që quhen safe city, Pra, një qytet i mbrojtur. po qyteti i mbrojtur, apo sin city, apo qyteti i mëkateve. Dhe këtë do ta diskutojmë ne. Pra, temën miq të dashur e kemi safe city, qyteti i sigurt, apo sin city. Sin city quhet qyteti i mëkateve, sepse në këtë epokë të re të digitalizuar, të komunikacionit që po kalojmë ne, do të ketë shumë njerëz të cilët fatkeqësisht sigurisht që të gjithë pa përjashtim do të ballafaqohemi një herë ose më shumë herë me këtë lloj sistemi, sepse kanë dalë edhe këta mjetet e monitorimit, disa aplikacione që t'i vëzhgojmë, t'i monitorojmë, por a është shumë reale kjo? A duhet kemi tolerancë? Sepse në qytet ku duhet vozitur 50, vetura vozitën 51, dhe Pikërisht edhe për atë ishte, po, toleranca. Ministri thotë që do të kenë ndoshta deri në tolerancë. 10%. 10%, nëse është 50, 10% i bie 55. Por prap akoma nuk e din se si do të jetë. Për këtë gjë krijon një katrahur, Valbona, është një katrahur. Unë për këtë gjë e di që në Gjermani, sepse në Gjermani kanë kamerat, mirë po poshtë i kanë edhe ato blitz që i kemi, që i dim ne foto, po, dhe i pata mësu të gjitha vendet drejtro, se ku ndodhen, po, sepse punoja aty dhe jetoja për një kohë. 27 vite, Valbona. Jo, po, kaloja shumë kohë atje dhe i pata mësu të gjitha vendet. Mirë po, ishte toleranca deri në 5, do më thënë, nivele më të larta të shpejtësisë. Mirë po, në Maqedoni erdhi për 51. Kishte edhe shumë ankesat të ndryshme nga qytetarët, të cilët as nuk kishin vozitur dhe kishin marrë dënime të shumta.